E më tha dikush, a ban me më tregu si mos më ronë në depresion, thash, veç i mondush me pas. Njerëzit që kanë iman, krahas gjitha sfidave dhe telasheve që i ka kjo dunjë, ata përsëri mbeten të mençur dhe mbeten larg depresionit dhe jetën që Allahu a jep para tyre, vazhdojnë të e shijojnë dhe vazhdojnë të e jetojnë. Allahu ka krijuar qiellin dhe tokën, më mirë thonë qiellin dhe tokën, dhe ka kriju gjithë to male dhe gjithë to ujra dhe dekra dhe gjithë to krijesa për me qenë në shërbim të njeriut e që njeriu të jeton jetë të lumtur dhe të mirë. Por kur njeriu bjen në depresion, gjitha këto mos kanë point. E më tha dikush, a ban me më tregu si mos më ronë në depresion, thash, veç i mondush me pas. Si i mond? E thash të mungon sharti i gjashti i imanit. Me besu në kaderin e Zotit. Antidepresioni më i madh është me besu në kaderin e Zotit, në përcaktimin e Zotit, me besu në atë që Allahu e ka përcaktuar. Dhe për çdo sen që të ndodh në jetën tënde, ti jesh i bindur, ti jesh iman, bindje, andaj tham imani është bindje, pasuri. Se kjo ka ardhur me caktimin e Zotit, dhe kur ta kesh këtë qasje ndaj dukurive dhe ndodhive që të ndodhin në jetën tënde, a kjo jetë ka ditë të ëmbla dhe ditë të gjelbta, ditë të mira dhe ditë të këqija, ditë të bardha dhe ditë të zeza, ditë lumturie dhe ditë pikëllimi. Dhe gjitha këto i menaxhon. Dhe gjitha këtyre ndodhive në jetën tonë ju jep point, ju jep koncept, ju jep qëllim, imani jot në caktimin e Zotit. Tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që shënohet në Sahihun Imam Muslimit, kataba Allahu maqadir al-khalaiq qabla an tukhlaqa as-samawat wal ard bi 50,000 sana. Tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, Allahu azza wa jall i ka përcaktuar ndodhit në qiell dhe në tokë, ndodhit e krijesave dhe përcaktimet e krijesave para se të krijon qiell dhe tokë 50,000 vite para se të krijon qiell dhe tokë. 50,000 vite para se të krijohet kjo gjithësi, Allahu e ka përcaktuar caktimin tënd dhe kaderin tënd. Allahu e ka përcaktuar caktimin tënd dhe kaderin tënd. Dhe na besojmë në këtë, se kjo neve na bën të dalluar. Dhe kjo neve na bën ndryshe, dhe kjo neve na bën musliman. Se na i dorëzohemi për caktimeve të Allahut azza wa jall. Na i nënshtrohemi urdhnave të Allahut azza wa jall, dhe ky nënshtrim neve na bën musliman. Zotë fjala musliman do me thonën nënshtrim, dorëzim në atë që Allahu e ka përcaktuar dhe në atë që Allahu na i ka urdhëruar. Shumë mërzi na ndodhin në jetë, shumë pikëllime, e sprova, e telashe na vinë në jetë, ama nuk e dim se pas pak qashtës çka na pret. Shumë herë neve na prishet vetura para semaforit, para udhkryqit, ama harrojmë se vetura e cila na te i kalon, ana ndalemi dhe nervozohemi, tjetri na kalon ndoshta buzëqeshët, ama në udhkryq vdes në ndeshje. Në moment të mërzit u pikllova, ma kjo sprovë për ty ndonjëherë është jetë, është ymyt, është ardhmëri. Kjo sprovë për ty ndonjëherë është jetë, është ymyt, është ardhmëri. Asnjëherë nuk guxojmë na mi paragjiku caktimet e Allahut azza wa jall. Ti që u sprovove të ndroj jetë buri, ti që u sprovove të ndroj jetë e vladi, ti që u sprovove u ndave prej grus, ti që u sprovove e humbe pasurin, ti që u sprovove në forma dhe në mënyra të ndryshme që i ka kjo jetë sprovat e veta, ti që u sprovove hyre në burg. Asnjëherë mos e humb shpresën
në fuqinë absolute të Allahut Azza wa Jall, që pas kësaj sprova Allahu për ty ka përgatitur një surprizë. Që pas kësaj sprova Allahu për ty ka përgatitur një surprizë. Ti je i bindur se kjo surprizë, ky gëzim dhe kjo begati dhe kjo mirësi ka me të ardhur, vetëm se vetëm është shumë e nevojshme që ti me zemërgjërsi, me bindje, me iman, me fjalën elhamdulillah, me prit këtë provë që të ka. Andaj edhe thash prej fillimit, antidepresioni më i madh është me besu në kaderin, caktimin e Zotit. Andaj na musliman kur na vinë sprovat, nuk hipmi mkatin e pesë dhe me bo vetë vrasje. Bojnë ato që s'kan iman, që s'kan besu në kaderin e Zotit. Na që kemi besu në kaderin e Zotit, gjitha këto sprova e kemi kalu dhe i kemi te i kalu. Dhe përsëri kemi vazhdu me jetu ditë të bardha, me fjalën elhamdulillah. Çka të vije për Zotit na themi elhamdulillah. Çka të vije prej Zotit dhe çka të që të na vije prej Allahut, imania, besimtari thot elhamdulillah, masi që Allah kështu e ka caktu, kjo është hajër për mu. Në moment është e dhimbshme, në moment është e rëndë, në moment mundet mu mërzit zemra, me u piklu zemra, me lotu syri, ama asnjëherë dhe asnjëherë nuk e humbmi bindjen tonë të thellë në Allahu subhanahu wa taala, se Allahu për neve ka përgatit surprizë mas kësaj sprove. Allahu ju ka premtu besimtarve se mas çdo vështirësie vijnë dy lehtësime. Të vijnë dy lehtësime. E jo të është vetëm me bo sabër dhe t'jesh i bindur se kanë me ta. Unë e lusë të madhin Zot, gjithë besimtarve sprovuar, Allahu sabër e gajret të jep. Të na i shton imanin, besimin në të përcaktimet e Allahut Azza wa Jall, dhe t'jemi të bindur se dhe shtash unë që jam këto edhe këtë që e flas dhe ajo që ndodhi parzit para xhumoje, e gjitha është me përcaktimin e Allahut Azza wa Jall, se dhe me pas dash unë kështu me planifiku nuk do të kishte ndodhur. Dhe se në gjithat ka hajr dhe na do të me thonë elhamdulillah që ashtu ndodhi. Edhe kjo që ndodhi është me përcaktimin e Allahut Azza wa Jall, dhe na nuk e dim asnjëherë se me një fjalë sa jetë shpëtojnë. Allah në ruaj dinin, imanin, besimin, sabrin në ishtof, gajretin në ishtof, dhe Allahun e madh e lusim që Allahu deri në frimarën e fundit të na e ban nasip të jetojmë me bindjen në kadan dhe në kaderin e Zotit, e të jetojmë me iman dhe me din, e shpirtin të japim me fjallën më dashur të Zotit, fjalla La ilaha illa Allah, Muhammedur Rasulullah.